Si gjithmonë jemi live me Reze Dielli, ju përshëndes, ju uroj një javë të bukur në shoqërinë e programit ton. Në ditën e sotme në rubrikën ton Pima dhe Shëndeti flasim për zboksin, një problem që shumë kush prej jush e ka dhe që shfaqet jo vetëm si një problem estetik, por lidhet me zorët, me hormonet, me pjesën dhe shëndetin ton të brendshëm. Si luftohet, fillimisht të kuptojmë si krijohet dhe më pas si trajtohet përmes metodave natyrale. Çaji hibiskus, do të flasim për këtë çaj i cili konsiderohet një nga çajrat më antioksidues dhe më të fuqishëm në botë. Pse, cilat janë vlerat dhe benefitet e tij dhe si duhet të përdoret për ata që kanë nevojë për këtë çaj, por edhe për ata që duan ta përdorin për si antioksidant në trupin ton. Shkojmë tani në kuzhinë, është momenti të gatuajmë me Albanën disa receta të veçanta, të thjeshta, të shpejta dhe të shijshme. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si të kam? Në më të mirën e mundshme. Tashmë e stampuar. Fjalën e me pra. E stampuar këtu në përparëse në më të mirën e mundshme tek përparësi Albanës. Hajde më thuaj një herë, çfarë ju themi janë visave, sot çfarë i gatuajmë? Sot kemi një byrek me petë gatshme, sot është hënë, dhe më dhëmë dhe pak dora faktikisht. Por kam zier kockat, lëngun e kockave e kam transferuar në tenxhere. Tani i lë pak të kockat për recetën e dytë, sa të marrin pak usfare shije. Për byrekun, më duhen vezët, kur flasim për vezët, dihet. Pas ke zgjedhur të kuqet ato vital. Të kuqet. Kam dashurime të kuqet. Është thjesht, dëgjoj, ndryshimi i vetëm është thjesht lëvozhga, se thjesht dhe raca e shpendëve, pulave, se cilësia dhe aty ku trajtohen rriten ato është nga e njëjta. Po, patjetër që po. Por faktikisht them nuk e di, jeta shënohet nga disa detaje të fëmirisë. Për shembull, më pëlqen e kuqja, sepse mbajmën që kam pasur një palgita të kuqe edhe një xhup të kuq. Jam rritur në një pallat që ka qenë me tullat kuqe, te stadiumi Dinamo. Dhe sot e kësaj dite them... Është më ai stadiumi? Është. Edhe them, po të kisha mundësi, sërish dhe të shkoja në një shtëpi me pallatet kuqe. Dhe kështu ngelet e vezët e kuqe. Dhe jo më kot, edhe lindja e vajzës është për Pashkët sërish vezë të kuqe. Pra është diçka. Tani po fillojmë ne, jo më kot ke zgjedhur tenxherën e kuqe, jo më kot ke zgjedhur. Mos flisma, lëre tani. Tek byreku, i rrah vezë të mirë, të vezë të kuqe që janë. Që më lidh me ndonjë gjurmë, nuk kam deri tani. Duket kur i kam qef gjitha ngjyrat. Tani nëse flasim për ngjyra, i dashuroj ngjyrat. Se jam njeriu që vesh shumë ngjyra. Po. Kam vezët, i rrah mirë, i marr mend sa me çfarë ta bënim të byrekun me lëng? Me lëngun e kockave. Po. Shtë edhe pak usfare piper, nuk i dua më. Ja, kaq ishin këto. Këtu kam lëngun e kockave. Opa. Ja, do ta pullojmë, sepse do të jetë pulloj për zbutjen dhe shijen që do t'i japi petëve tona të thata. Opa, direkt. E rrah me tel, dhe normalisht kockat lëshojnë një aromë tjetër nga lëngu i mishit. Po, sigurisht. Se kanë gjitha ato elementa të ngjitur. Tendinat e... Po, do marë pa tjetër edhe... Palcën e... Pak. Gjalp, sepse jep atë shijen e duhur të veçantë. Sa, një lugë. E largoj direkt sepse nuk më duhet dhe shkrim gjalpi. Tretët gjalpi vetë në tek lëngu i nxehtë.
Tani të shikojmë këto petët si pas. Petët e gatshme. Të pjekura. Të thata, se më duket janë dy lloj, janë dhe një palë që janë si të palotshme. Po. Të janë si më krokante. Atëherë. Të tilla është breku më i shpejt, sa ju të shkoni tek fura dhe ta ndizni, unë e kam furën e parangrohur direkt. Pak. Opa. Aspet poshtë, aspet lartë, asnjë gjë. Breku më i thjesht. Breku më i thjesht. Nëse ju do donet për shembull, të gjithë të petët ti kishin vendosur te lëmbu, Po, mund të jetë dhe një variant tjetër. akoma dhe më mirë. Thërmuara se zbuten, pra te lëngu i kockave, ne kemi shtuar vezët, krip, piper dhe gjalpti. Ja, ndryshojmë strategji. Aty njomen dhe më mirë. Nuk rinë të thata. Nuk rinë të thata dhe ka mundësi që njomet çdo petë. Op, e largoj. Ja. Dhe ja, super. Shikosh sa shpejt përfundoi byreku me petë të thata të pjekura dhe me lëng kockash. Ja, opa, e shtroj. Tani këto u njomën, prap do të piqen edhe do të forcohen dhe do të mbetet shija. Paksa që të marrin veten. Ose në të kundër direkt në furë, si puna ime që unë nuk kam kohë, Do ta pjekim tani. në furë të parangrohur unë sot e kam vendosur të 210 sot. Sepse do të jetë në rezistencën e mesit. Te receta tjetër, që kemi bishtaja barbunje si të doni ju, për bishtajat e murgjit, e murgjurve. Janë të hollat. Janë pak më të holla se ato të gjërat, se janë dy Është një gatim që dy lloje. Me çfarë i kombinojmë nuk do sot? fare mish, faktikisht nuk do fare mish, ja ta largoj dhe këtë. Ka nevojë se ato kanë proteina bimore vet. Por, unë i kisha dhe prandaj i vendosa. Largoj direkt kockën. Dhe kam qepën, shiko, në ngjyrën e artë. Largoj kockat, sikurse dhe Do të tretet aty mirë qepa. Ti shohim një përbërësit e recetës? përbërësit i shohim që të gjitha dhe unë direkt të qepa unë do të shtoj domate që të kemi kohë Po. që të bëhet, avash avash. Po. Ja. Shohim pak recetën tonë të radhës të mashurkave apo bishtajave apo barbunjave, varet si e quani juve në zonat nga Randiqni. Pra gjell me barbunja dhe kumbulla jeshile. Në nevojiten 800 gram barbunja, vaj ulliri, 1 ose 2 qep të thata, 1 thelpi hudhër, 1 ose 2 karota, 2 domate, kumbulla jeshile, pak miell, 1 lugë supe, gjethe mente, majdanoz, krip dhe piper. Kjo është receta e gjellës së sotme, e stinës. Gjellë e stinës duhet thënë, ka gjërat e freskëta të sezonit, barbunjat, ka kumbullat, ka gjethet e mentes, kështu që i shohim nëpër tregjet tona dhe i ndërtojmë. Patjetër, kaloj qepën dhe shtoj vajin që të kemë unë mundësi të bishtajat, të skuq bishtajat.
E mirat që unë të marë një lugë gjelle miell që e kam këtu, sepse kemi dhe petulla, kemi petulla. Me çaj kemi sot petullat? Me gjizë. Me gjizë. Super. Do të shtoj. Na gjemi den, kështu er pas Për këtë jemi këtu. Për këtë jemi këtu. Si për mëngjes. Dikush më shkrua në Albana më thotë sa vite punë ke në kuzhinë. Më fal që nuk e kam mundësinë për shkakun që ti shkruaj. Kur jam pasur se kam problem, them drejtë, ose kur lodhem shumë i keq. Kam aq vite sa që janë mjaftueshëm për të dhënë receta, sikurse dhe këshilla. Kam diku te 15 vjet. Edhe sa të duhet ty që të... Që të dalë pensiona? Po, unë tani jam 55. 55 e 5 muaj jam. Keko. Pra më duhet diku një 10 vjeçar që unë të punoj. Po, së që thëmë vetëm deri në pension, se ke shumë pensionistë që punojnë që janë në moshim aktiv. Jo, vetën e kam me kimetu, aq. Jo, 10 vjetë, pastaj duhet që jojtë e robi... Pasi do meresh me pasionet e tua. Po, Doris kalamaqit e gocës, pastaj që do bëj? Gjyshe! Mirë, pas kemi mendimet forta, jo dhe prapë. Jo të gjithë kanë këto mendime si gjyshërë, se thonë ne kemi jetën tonë, vazhdojnë, njerisin vetë, mbajnë vetë. Eksperiencat e gjyshëve po të regoj, si që kanë të rëfyrë në program. Le ta shtoj unë një lugë miell, e pastaj flasit e për eksperiencën. Se prit një dale, të martohet goca, të lindi fëmijë, pritje si herët. Peshku në det, tigani në zjarë. Dhe tigani që është me vajnë dhe me mielin, ja. Shtoj direkt mbi shtajat. Dhe i lë të skuqen. I vendos kapakun. Tani le të merreni me rritjen e kalamajve. E thuaj tani, si do ishte ti si gjyshe, për shembull? Besoj si gjyshe një, besoj. Çfarë do kishe si fokus ti si gjyshe? Do ishe nga këto gjyshe që i përkëdhel, i bëj çdo gjë fëmijëve. Po, patjetër po. Unë përkëdhel kafshë dhe jo më njerëzit. Do ishe nga ato gjyshe që e zëvendësojnë edhe shpeshherë edhe nënën e nipit e të mbesës? Jo, nënash. E s'dini ju, ne në kohën tonë. Jo, absolutisht. Nëna ka rritur fëmijët e vet, unë kam rritur vajzën time, që kështu vajza do drejt për të rritur fëmijët e saj, s'ka absolutisht jo. Aty nuk më merr. Kur nuk më merr, në çdo vend, jo vetëm te fëmia. Kur nuk më merr, dhe shoh që hapësira ime ngushtohet, limitohet, unë di të kthehem edhe mbrapsht. Mirë, ti dëgjojnë nuk e di ata të dy. Ti dëgjojnë ata të dy. Nuk është në një gjë që e kam në dorë tani, nuk e di se mund të ndryshoj. Nuk e di. Nëse unë me gjyshërit e vajzës, të dy palët kam eksperiencë shumë të mirë, kështu që ama vetë rrit fëmin. Me patjetër, vendimet e këto të gjitha vetë. Po pra do të gjithë. Por që eksperienca ka qenë frutëdhënëse. Unë jam rritur vetë me gjyshe, çfarë thua? Lum kush i ka gjyshërit dhe përfitojmë nga rasti nga ky moment që ti dhuroni sa më shumë dashuri, përqafojini fort, sepse ato në këtë moshë kanë thjesht nevojë vetëm për fjalë të mira, për një përqafim, për një puthje, për dashuri. Dhe ne vazhdojmë dhe rikthehemi me recetën e barbunjave. Përbërësit i dini tashmë, ka mënyra të ndryshme, secila prej jush ka mënyrën e vet për përgatitjen e tyre, dikush për shembull barbunjat, mami mi gatuan me qep dhe me kungulleshka. Ka anvisa që i gatuajnë me patate, me karota, me qep njoma, kam parë. Tani që janë dhe këto kumbullat, i japin goxha shije, faktikisht, një periudhë janë. Ato fillojnë dhe zverdhen, skuqen, kalojnë në procese të tjera. Kështu le të shfrytëzojmë sa të mundemi. Në gjellës, i futim dhe të bizelet. Unë shë dhe karota tani, shtoj dhe kumbullat, shahinet. Opa, më pas ka shpëtuar. Si vinë këto të tharta janë, apo? Po. Janë të tharta. Edhe, kapakun, dhe le të bëhen. Le të vazhdojnë. Qiksa të bëjmë një shkëputje të shkurtër në një pauzë vogël për mesazhin promocional dhe rikthehemi përsëri në kuzhinë. Dhe recetën e vazhdojmë tani, të barbunjave. Kemi kaurdisur qepën, kemi shtuar në të edhe barbunjat, jeshile, kaurdisen. Kur lëshojnë një aromë më të mirë. I vendosin kapak, se kapakët janë pak miell, po janë një për të dyja. Bravo. Shtoj masën e piperit. Masën e kripës. Dhe normalisht një thelpi hudhër. Largoj dhe jemi shumë rregull. Erëzat pashtu, piperin e kuq.
Dhe të gjitha bashkë, aty të duhet pak ujë besoj, ujë pak nga koperi. Më duhet gjë tjetër. Pra ajo luga e miellit e trash ato lëngun aty dhe e lidh më mirë. Ne preferojmë pasere që këto gatime të cilat duan kohë, temperaturë të ullët, gatuajmë në tavën tonë të baltës dhe i lëmë në furrë avash, marri një tjetër shije aty. Marrë dhe skuq pomodorinë. I vë paksa kapakun dhe marrë dhe pak ujë Niki të lutem, që t'i shtoj gatimit. Shtoj disa gjethe mente, dhe ujin të ngrohtë. Edhe këtë letrën shuk pastaj. Po. Opa. Më duhet kaq ujë. Derisa shumë pak, shumë pak. Për t'i dhënë tani me letrën, atë shijen e duhur dhe vendos letrën. Në furrën tonë që po piqet byreku me lëngun e kockave, në pjesën e poshtme do të donte diku te 30-40 minuta avash. Ja dhe byreku që ka rritur volumin, ka dalë mbi nivelin e vet. Do ta presim të piqet për t'ja u treguar dhe juve, dhe ndërkohë si lexova pak përbërësit e byrekut me lëngun e kockave, regjisti kërkoi të ma tregoj në ekran që edhe anvisat ta shënojnë në bllokun e tyre për ta gatuar. I duhet një pako me petë të thata, të pjekura, dhe ditët që ju i zjeni kockat, bani dhe një pjesë për të bërë këtë byrek me petë të pjekura dhe lëngun e kockave. Pra, ju duhet një pako me peta, një lugë gjallë, një lugë vaj lule dielli, 1 kilogram kocka viçi, 4 vezë krip piper i zi. Kjo është receta. Lëngun e kockave e përzihem me gjithë pjesën tjetër të përbërësve, me vezët, me gjalpin, me erëzat të tjera pasaj nëse doni t'i shtoni, dhe i ashtuam petëve të cilat i coptuam, i thërmuam, i vendosëm direkt për t'u pjekur. Nuk ishte fare e vështirë. Kalojmë tek barbunjat një përsëritje, bëjmë një pauzë, dhe pastaj fillojmë me petullat. Unë të zënë pak brumin e petullave, pra dihet që... Okej. Ja dhe i gjella me barbunja dhe kumbulla jeshile, i tregoj më pas dhe për produktet e petullave. Barbunja, vaj ulliri, qep, hudhër, karota, domate, kumbulla jeshile, pak miell, gjethe mente, majdanos, krip, piper. Gjellën ne preferuam ta vendosim në furrë, në tavën e baltit. Tani, pjesa tjetër... Brumin e petullave dhe më pas... Okej, ja të tregojmë edhe përbërësit. Kemi mielin, çfarë miell more këtë radhë? Super, ja, do të marrë dhe tjetrin prapë. Për çdo përdorim, 10 lugë gjella. Krip sod. Edhe gjithë në bazë të dëshirës që ju keni. Patjetër duhet një tigan, vaj bimor, pak zyqë që të zihet brumi që të jetë as i butë dhe as i fort, dhe do ta punojmë tani brumineve. Pra kemi shtuar miellin, kemi shtuar kripën, kemi shtuar sodën. Do shtë edhe pak ujë tani unë këtu, po thjesht bëj përzierjen
Direkt, ja. Opa! Se më mirë t'i zëmë të qëndrojnë në publicitet. Prandaj dhe thash që të bëhen. Aktivizohet edhe soda, jep këtë kripën. I përzijej mirë, deri se të jetë e një trajqme masa. Patjetër do të shtoj masën e gjizës, si ju mund të preferoni. Po të doni ju mund të shtoni dhe koper, Mund të shtoni dhe koper, mund të shtoni, ja kemi koper, ne mund të shtoni dhe në energjik, po deshët, varet çfarë. Po jo, në energjiku do shkonte tek mielli i misrit. Po. Kurse tek mielli i grurit shkon më tepër. Po ne kemi me kohë, nuk është se ajo sipas dëshirës. Po. Mbas shijes. Shija është personale. Nëse nuk është njëra, është tjetra, patjetër. dimët janë për... Ja ta shoh një për krip. Tamam. Pjesa tjetër e kripës Se ka dhe nuk pak gjizë. shtohet. Gjizën e kemi me krip apo pa krip ne? Pa krip është. Pa krip, okej. E lë të tillë. Do t'i shtojmë po duam edhe bimët aromatike, një përsëritje së bashku të recetës dhe këtë brum do ta lëmë të qëndrojë. Aq kohë sa ne do të shkëputemi për reklama. Kështu që e lexojmë edhe recetën, i shënoni dhe ju përbërësit, shpejt nëse i keni, zëreni dhe ju brumin dhe i skuqim pastaj. 2 vezë, 10 lugë gjelle gjiz, 10 lugë miell, një pak o plur pjekës ose sod, krip, nëse gjiza nuk ka krip, dhe vaj bimor për skuqje. Kjo është receta e petullave me gjiz, të cilat ne do t'i skuqim pas publicitetit. Kështu që bëjmë një pushim të radhës dhe rikthehemi në pjesën e fundit të kuzhinës tonë. Rikthehemi pas pak. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit për ne, për ju. Dhe ju bëj një përmbledhje tani se çfarë kemi përgatitur. Kemi nisur me byrekun, cilin juftoj ta shikni nëse regjia ka të mundur t'ja u tregoj. Në këtë gjendje kemi, po piqet, do ta tregoj ndoshta edhe më nga afër. Albana, mund ta hapun këtë? Po tani po. Okej. Ja. Kjo është gjendja e byrekut, flet vet pamja. Imagjino tani shija kur ta degustojmë të provojmë pak më vonë. Poshtë kemi vendosur gjellën me mashurka dhe me kumbulla të tharta, kumbulla jeshile shahine. E kemi vendosur dhe një letër në tavë balti për t'u gatuar avash. Ndërsa pjesa tjetër lart, kuptohet, është byreku me petë të thata dhe me lëng kockash. Përgatitëm edhe brumin e petullave, e lam në minutat e reklamave për t'u lidhur mirë edhe për të pushuar, e padyshim vajin për nxehje dhe po i skuqim tani petullat me gjiz, i shtuam brenda edhe koper. Sigurisht ju mund t'i shtoni pastaj Sipas shijes tuaj. bim të tjera aromatike, ne zgjodhëm koperin. Largoj. Janë petulla që nuk na thithin shumë vaj, kemi shtuar pak sod, kemi shtuar miellin, 10 lugë miell, 10 lugë gjiz, kështu ishte raporti, pastaj ju e shikni dhe me sy për konsistencën trajtën e brumit. Do ta lini të qëndroj dhe u t'i shtoni lugë. Tani, nëse ju jeni duke na ndjekur dhe keni kohë apo jeni kthyer nga kafja e mëngjesit, a jeni duke gatuar, hajde të bisedojmë bashkë përpara se të shkëputemi për pjesën tjetër, ora e parë e rezes tonë me recetat edhe pak edhe përfundon këtu, së bashku do të ritakohemi më pas për temën e ditës që unë ju përmenda. Numrin e keni në ekran, na telefononi dhe komunikojmë së bashku për recetat tuaja. Ne të treja recetat i përfunduam me sukses sot brenda afatit kohor, sepse siç e dim, çdo gatim do kohën e vet. Përveç se përbërësit që janë të rëndësishëm sigurisht, e rëndësishëm është edhe koha që i japim gatimit. Nëse është... Opa. Jo naze, naze madhe. Jo naze. E rëndësishme është temperatura. Kur nuk është akoma gati për të kthyer. Kanë dhe këto kohën e vetë. Do akoma ko.
Patjetër që kërkohet që t'jetë një tigan i duhur. Pajisjet janë gjëja kryesore. Tani mua më ka ngelur. Brumi si qëndron ashtu edhe trazohet, edhe shumë pak një moment për ta sjellë pastaj edhe byrekun. Ja, dhe një këtu. Për t'ja treguar dhe juve të përfunduar. Me ato 10 lugët e miellit dhe 10 lugët e Pak gjithë shtova pak më pak gjithë, po. Varet se nëse është më e thatë ose më e njom, kjo ndikon pastaj. Ishte e njom, faktikisht, prandaj dhe opa. I shoqëroni pastaj sipas preferencave tuaja, me ndonjë djath, me ndonjë faktikisht është tarator, çfarë të shkon në mendje. Sa minuta kemi kohë? Jemi drejt, jo, do t'i përsërisim, kemi 10 minuta, më pak se 10. Kemi 10 minuta? Do t'i lëmë pak anvisave kohë. Por qa fuati, 10 minuta kohë, ndërtojt se na duhet që t'i dëgjojmë pak zërin e tyre dhe të mësojmë se çfarë përgatisin ato sot si ditë e hënë pas një fundjave që ndoshta ka qenë më e ngarkuar në gatime, se anvisat tona janë nëna janë gjyshe, ju vinë fëmijët, gatuajnë bashk, i ftojnë për dreka darka, kështu që në ditën e hënë ndoshta e kanë zgjidhur me ato tenxherën e fasulës. Po, gjëja më e mirë. Për shumë më ato kocka që më tepruan, nuk është se mund të bëjnë edhe një herë tjetër gatim ato kockat, sepse sa më shumë të zgjedh kocka, akoma dhe më mirë është. Dhe ku ka të palcën, është akoma dhe më mirë. Po bëj lëngër koza një 6 orësh, po pa tjetër, avash, të shkrien sa fare. të bëhet shelegu dash, shelegu jo, por po, ja. Ofrojmë edhe petullat, që t'i shihni dhe pasi të përfundoj Albana petullat, unë do të sjell edhe byrekun. Byrekun me petë të thata. Që i kthejmë her pas here që të piqen mirë dhe të qëndrojmë brenda. Do dhe pak pjesa tjetër këtu. E lëmë atë pjesën. Ta sjell byrekun tani ndërkohë? Ta sjellësh byrekun Oniki se edhe kjo pjesa tjetër është në përfundim. Kur ne vendosëm për të pjekur, ishte komplet e shesht me petët e thata dhe me lëngun e kockave, tani shifeni si është bërë si bukë. Kam britur një telefonat, le ta mirëpresim zonjën që telefonoi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, kush mund të ishte? Kush mund të mungonte në programin tonë? Mirëmëngjes. Të përshëndesim në Nanexhi. Si të duket byreku? Po faleminderit që më more. Si të kemi ty në Nanexhi? Si ma ke nisur javën? Si me gripin të asik që nga gripi. Grip? Të ka zënë gripi me këto virozat e sezonit? Po, virozat e spinës. Ndryshojmë pak temperaturat. Edhe ato po t'i bëjmë nesër moj Albana se i qave. Thjesht fare ishin, pak miell, pak sod, gjiz, vez, kaq. Po, me që ka shpia. Vez edhe pak kopër. Po, kopër, ti e ke të baqja kam në bazë të shijes, si të dëshironi juve. Po, e thamë, për bimët aromatike, janë e kemi edhe në energjikun, majdanozin se kemi nxjerrë sot, si duket se kemi këputur tek jo, nuk kisha me majdanoz punë sot fare. Po s'kishim asnjë gatim, kështu që ta shtonim dëm. Ja, edhe këtë tjetrën këtu. Edhe në energjik edhe shumë i mirë bëhet. Në energjiku faktikisht kërkon që të ketë mielin e mistrit, sepse ka shije akoma dhe më të mirë. Kur të bëjmë ato petullat me miell mistri për shembull, se kemi bërë edhe me miell mistri. Pastaj nuk i shton ato bishtat e qepëve. Po nuk i shton. Me qepe kam bërë të njerë, unë që ka bërë Albana, bëjnë shumë të mira me qepë. Me bishtat, ato qepë e jo njëma. Edhe me qepët e karamelizuara, siç janë qepët e karamelizuara që i shtojnë pak ose fare sheqer, që të marrë atë ngjyrën kafe, atë ngjyrën diellse. Tek qepët ne mund të shtojmë një lugë krem djathi, shtojmë mielin. Që të them? Ja u bë. Tani, kështu në variantin që i kemi ne, me të skuqura, si që po bëhet dhe tigani fundit, varianti më i shishëm, më i shpejt për t'i shoqëruar, janë patjetër kremrat e djathit, qoftë me aromat të ndryshme me erzat, qoftë me shijen klasike natyrale, dhe qoftë pastaj lakto free për një tretje më të lehtë, siç na ofron kompania Arla. Në Nanexhi ti çfarë ke gatuar sot? Na largua nëna?
E ka zënë vendin në një telefonat tjetër, se morën vesh çfarë gatoj sot, se e dim që është tek tradita dhe tek recetat. Më erdhi keq, i humbi volumi. Na ul? Ul volumi. Si bëra si foto. S'ka shanse ta vendosim që të marrim. Ja. Sa për çfarë bëhet, bëhet, çfarë ç'bëhet, nuk bëhet. Tani me që ul ky do prihet apo do talëm të ftohet? Faktikisht, siç është, vendosim pak osfari gjalp sipër. Bëhet zbutja e petës, vendosim një pecet sipër dhe janë gatime që duhen të ftohta. Po sigurisht tani, byrekun ta presësh të nxehtë asnjë gjë, asnjë lloj tave nuk servire do të nxehtë. Te petullat mund ta hanë kur të dëshironi. Ja, për shembull, unë gjithmonë nuk pres që petulla të dalë jashtë i ganit. Është kthyer gjua në teneqe. Të nxehta dhe me të nxehtat i ke marrëdhënie të kështu. Sjell edhe tavën tjetër, meqense duam që ta plotësojmë puzzle-in e gatimeve. Të tryez. Se dia është bërë gati. Po që unë po e sjell që na vlerësojnë Anvisat që telefonoi. Po ma la për gjysmë muaj, mama pirë. Ja, plotësoje tani gjysmën tjetër. Përsëri atëre. Jo, ku do shkosh ti pa na thënë ne se çfarë ke përgatitur sot për drek? Çfarë ke gatuar sot? Drek, sallat me sardele. Po ja vlen të riktheshe në telefonat. Si gatove sardelet? Në presion, në furrë? Ana ta ke bëra shumë. Tanat mirat. Tanat mirat. Ta ka bëra jo. Ja ti vë. A ti vë dhe një fjongo? Ja. Ja. I vuri vullon tani. Një vull me bimë aromatike s'ka se ku të shkoj më mirë. Sot e ka nisur me peshk në Nanexhi, me sardele javën. Gjithashtu edhe ty, dhe faleminderit shumë për kohën. Të urojmë ditë të mbarë, shëndet, të bëft mirë dreka, bashkë me familjen dhe javë të mbarë. Tjetër telefonat nëse kemi e mirë presim, në të kundërt po bëj një përmbledhje dhe t'ja u tregojmë edhe njerë pra visat që sa po bashkuan. Atëherë nisëm me byrekun, ja, jo shife shkruaj, ka dalë shumë i mirë, vjen ajo aroma e ngrohtë, se një gatimi që të fton. Nuk ka shumë përbërës, petët e thata, të pjekura, lëngun e kockave, hodhëm aty 2-3 vezë, krip piper, i përzijem dhe i njomëm të gjitha petët. Edhe një luk gjallë, se i mbanë më të buta dhe më të bukura në ngjyrë. Sigurisht edhe për t'i njomur më mirë akoma, edhe do t'ju duhet një sasi e plot e lëngu të kockave, pra ju duhet 1 kilogram, 1 litër, për një tavë më të madhe, edhe një pako me petë të pjekura, shifini dhe përbërësit e tjerë dhe gatueni dhe na shkruani se ju dalë. 4 vezë ovital, të kuqet zjodhëm në sot, ju mund të zgjidhni që do lloj vezë tjetër ovital. Unë mora ato X lët, ato të mëdhajat. Të mëdhajat. Po ato i dhanë dhe këtë volumin ka patjetër që po, veza. Atëherë, kalojmë tek receta tjetër, ishim tek barbunjat. E përmbledhim edhe të, do ta vendosim përsëri. Patjetër, pasi s'e pa bërë. Po, duket që ka më shumë lëng. Gjella me barbunja dhe me kumulla jeshile. Shihni përbërësit, barbunja, vaj ulliri, qep të thata, hudhër, një thelpi karota, domate, kumulla jeshile, pak miell, gjethe mente, majdanos, krip, piper. Dhe ja, edhe e shishme dhe e bukur, me ngjyra. Si tironsit, gjellë e bukur fort. Tironsit e thonë këtë. Dhe qa është kjo kur dhe 2 palët shprehin një mendim të njëjtë të qenë. Flasin keq, po. Për ne. Dhe petullat me gjiz që kanë 10 lug miell, 10 lug gjiz, 2 vezë, një pako plur pjekës, krip dhe vaj për skuqe. Mbaruan recetat, ku i gjeni? Në YouTube, në kanalin ton zyrtar, Reze Dielli, po ashtu dhe në rrjetet tona sociale, ose Facebook, ose në Instagram, do t'i fotografoj Albana, do t'i bëj qokën e vetë, zbukurimin. Klikoni, nëse receta doni, dini se ku i gjeni, për botim. Ja, ne këtu jemi. Të lumshin duart, shihemi nesër me të tjera shije të tjera receta, ndërkohë së bashku do takohemi pas lajmeve, do të rikthehemi në pjesën tjetër të Rezes tonë.
Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti, jemi në temën e javës tonë për të folur për zbokthin, siç e shihni dhe nga fotoja mbrapa nesh. Mirë se erdhët doktor, kënaqësi që ju kemi këtu. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Për zbokthin, por duke e trajtuar atë më në thellësi, jo vetëm si një problem estetik, shumë persona e vuajnë, meshkuj dhe femra, por një problem tjetër që lidhet më thellë me problemet më të tjera të organizmit. Do njerë ja vën fajin shampove, do njerë ja vën fajin llojit të flokut, por rrallë mendojmë që pritë se zbokthi lidhet me probleme dhe të tjera shëndetësore që e faktorizojnë. Ka shumë shkaqe që na çojnë te ky inflamacioni i skalpit të kokës, por që është një inflamacion i lehtë deri në mesatar. Ka edhe ky ato shkaktar të veta dhe po ta marrim kështu me hollësi dhe t'i analizojmë shkaqet, neve mund të gjejmë se origjina mund të jetë e brendshme, po mund të jetë edhe së jashtmi. Por le t'ju themi njerëzve, të gjithë kanë parë, për shembull, kokrën e kumbullës së pjekur, kur një kumbull të zezë ose edhe të bardhë, ose rrushin e zi, që kur e fshim neve kështu, del ajo pjesa me shkëlqim. Ndërsa më para ka qenë një të bardhë, të përhim tek shumë e radhë. Shiko, ajo në të vërtetë është enzima që bartet tek kokrat e tek këto frutat. E po e njëjta gjë ndodhe edhe me skalpin e kokës. Neve gjatë jetës, si thuash, kemi në trupin tonë, në organizëm, por edhe jashtë një mori të tërë të një flore bakteriale, ose edhe kulturash të detajuara në varësi nga zona mykotike. Dhe një shenjë e tillë, një shfaqje e tillë, një gjendje e tillë është edhe kjo. Pra, është një lloj majaje kërpudhore, e cila rritet në skalpin ton, ushqehet me yndyrën ton, dhe kur organizmi pëson ato luhatjet e tij, kjo si të thuash fillon që ta shumëfishoj agresivitetin e saj. Krijohet në terren të yndyrshëm? Apo rritet nga yndyra, ushqehet me yndyrën? Më së shumti në terrene të yndyrshme, në skalp flokësh të yndyrshëm, por edhe në skalpe flokësh të thata, të ashpërsuara. Pra ne do ta sqarojmë edhe të parën edhe të dytën. Ka lidhje me këtë malasezia, pra kjo është kërpudha? Ky zbuluesi, ky zbuluesi francez Louis Malasezi i vuri edhe emrin kësaj kërpudhe, që është e ngjashme me një maja, si një kërpudhë e bardhë për shembull, por në formë dhe në strukturë është ndryshe. Kjo është si tubulat holla, të cilat depërtojnë në rrënjë, në folikulën e flokut, ose përhapen në skalpin e saj. Sidomos po të prishet balanca e flokëve të yndyrshme, kjo është më agresive. Pra, nëse prishet një balancë për shembull hormonale në organizëm, kryesisht tek meshkujt, e cila shoqërohet edhe me një anë emocionale të fortë, pra ndoshta edhe me dridhje jo vetëm, por edhe me djersitje të shtuar, ose këto gjëndrat seboroike, këto sebumi fillon që të lëshoj yndyrë më tepër, atëherë kjo lloj majaje, kjo lloj kërpudhe kënaqet si thuash në këtë mjedis shumë të shëndetshëm për veten e saj, po për flokun ton ky është i dëmshëm. Pasi ky fillon tash që këtë yndyrën, si thuash, ta shpërhapi dhe të filloj të ushqehet me të. Kështu fillon të krijohet. Kështu fillon tash që të krijohet ky zbokthi. Po. Atëherë, në momentet e para kur ky është në atë lulëzimin e tij, trupi fillon që në pjesën e skalpit të ndjejë një kruarje të lehtë. Mandej kjo vazhdon të shumëfishohet
dhe nga tubulat hollat o bën më të zgjatura dhe shtohen, shumëfishohen si numër. Kruajtja e dëmton dhe e shumëfishon, sigurisht, sepse i copton. Po patjetër, dhe thonjë, si thuash, dëmtojnë këtë pjesën e sipërme të epitelit, dhe ajo fillon të depërtojë në shtresën nën të. Atëhere, ngren, si thuash, copat vogla lëkure, i ngre dhe me kalimin e kohës këto shkëputen. Organizmi fillon që të bëjë atë mbrojtjen e tij duke prodhuar ato qelizat e reja që në atë vend që ishte i përskuqur, kjo të na normalizohet me qelizat e reja. Por, kur kjo lloj kërpudhe fillon që të jetë në agresivitetin e saj, dhe nëse ne do ta lëm ose do ta stimulojmë me paditurin ton, atëherë kjo është, si thuash, pararencia e një dermatiti seboroik. Do më thonë, kalojmë nga një fazë tjetër të... Nga një fazë e lehtë, një inflamacion i lehtë, që nuk është ngjitës, mund të kalojmë në një fazë tjetër. Pra, si thuash, kjo tashmë po më ushqen një sëmundje tjetër. Po në pamje, ka ndryshim? Pra si ta kuptojmë ne që kemi zbok dhe si ta kuptojmë që kemi dermatit? Po patjetër që ka ndryshim. Ose psoriazis në fazë më të agravuar. Po, ose pitiriazis për shembull. Pra kjo varet se edhe nga kush bakterie për shembull, ose shkaktar të jashtëm, mundet që të hynë në bashkëpunim, në simbiozë aty dhe të mos kemi më vetëm një lloj sëmundje, po mund të na mbivendosen 2 ose 3 të tjera. Kryesisht të tipit, si këto që përmendëm neve, të tipit dermatologjik. Atëherë, çfarë mund të ndodhi më tej? Jo vetëm çrregullimi hormonal, por edhe rritja e nivelit të yndyrës, që kjo na jep ne një zbokt, si thuash, me një ngjyrë të verdhë, dhe me shtresa si të trasha. Nëse këto na shtresëzohen më shumë, trashet më shumë kjo lëkura e dëmtuar, në pjesën e sipërme të saj, dhe na infektohet ndoshta edhe me bakterie të tjera, shkuam drejt një dermatiti seboroik. Nëse do të kemi parasysh që jo vetëm tek moshat e reja, po kemi edhe një zbok tek moshat e vjetra, për shembull, që ata kanë shkaktar të tjerë, kanë moshën, kanë mos ushqyrjen e mirë, për shembull, ose të rinjt kanë një ushqyrje të njanshme, jo me yndyra të shëndetshme, jo me omega 3, 6, jo me vitaminën A, për shembull, dhe E që i duhen shumë lëkurës, ose me ndonjë mungesë të zinkut. Pra këto janë disa faktorë që na çojnë këtu. Por ka një dallim. Për shembull, kur zbokthi është me origjinë nga yndyra e tepërt, ngjyra e saj është e verdhë, si e yndyrshme. Dhe copat janë të mëdhaja. Dhe ne me dermatoskop dallojmë... Kemi thjesht nga yndyra, nga floku i yndyrshëm. Tepër e flokut, po. Po kur e kuptojmë që kemi së brendshmi problemi dhe jo thjesht nga yndyra e flokëve, se flokët dihet që janë të tipe ndryshme. Po, çrregullimet hormonale, për shembull androgjenet, pra mundet të kemi një luhatje, si thuash, një rënje të testosteronit. Por mund të kemi ndonjë sëmundje, për shembull, ose diabet, ose ndonjë tiroidit, i cili shkaktohet me tharje lëkure, dhe kur thahet lëkura, sidomos në skalpin e kokës, ne e çajmë ndoshta edhe me një gërvishje të lehtë. Po u ça, kjo malasezia është këtu. Kjo majaja. Do gjetë rend të rritet edhe të... Dhe menjëherë kjo fillon rritjen e saj, pavarësisht se është moshë e re apo është moshë e thyer. Tek moshat e thyra, këto të zbokthit, janë të vogla kështu, janë të bardha, dhe lëkura rrin shumë e thatë. Por... Prandaj fillojmë tek faktorët, sepse ne shohim që kemi zbok dhe luftojmë si jashtëmi, por ndërkohë duhet parë më thellë situata. Nëse ai nuk largohet me çdo përdorim të shampove, të trajtimeve natyrale, farmaceutike, dhe ky zbok qëndron aty, përsëri nuk gjen ndërman. Por ama duke rregulluar këto faktorë, siç ju përmendët, hormonal, florën bakteriale, po flora bakteriale si ndikon, doktor? Kur themi ne zbokthi lidhet me zorrët. Po patjetër. Shiko, në qoftë se ne do të kemi një funksion shumë të mirë të zorrës së trash, atëherë sistemi nervor është i shëndetshëm. Kjo është e padiskutuar. Nëse sistemi nervor është i shëndetshëm, atëherë komandat që do t'japi për gjithë trupin do të gjejnë zbatim, si thuash, në drejtim të mirë funksionimit
të çdo organi. Kur këto nuk janë në balancë të lidhura me njëra tjetrën, fillon kjo çoroditja. Por të mos harrojmë, çoroditja është po e njëjtë edhe tek kjo bioflora e zorëve. Pra ne kemi një mikrobiom aty e cila kur prishen ato balancat, rrjedhimisht do të prishet pa diskutim edhe mirë funksionimi sidomos i zorës së trash. Pra do të kemi gazra, do të kemi fryrje zorësh, barku, do të kemi një mostretje të mirë, do të kemi patjetër, mund të kemi konstipacione, mund të kemi diare e kështu me radhë. Këto tashmë në mënyrë vertikale fillojnë të çoroditin sistemin nervor. Ky do të na japi nervozizëm dhe ka plot njerëz që gjatë nervozizmit kanë këtë kruarje kështu. Kanë një kruarje të lehtë të kokës. Kjo kruarje e lehtë e kokës do na krijojë ndonjë plasaritje, aty ndonjë ngërvishje dhe kjo ja filloi që të na krijojë një terren të shëndetshëm ushqimi. Ne lidhim si një lloj vesi për shembull, ka njerëz që në mënyrë pa vetëdijshme vendosin dorën për të. Po ka edhe njerëz që ndoshta nga padia e thajnë shumë skalpin e kokës. Dhe prishet si thua ajo barriera midis ujit edhe yndyrës. Kur kjo prishet, lëkura thahet shumë dhe lehtësisht kjo mund të çahet të plasaritet. Dhe sa të plasaritet kjo, atëherë kjo kërpudha, kjo majaja, këtu është. Atëherë ajo fillon veprimin e saj, shumëzimin, veprimin, dhe pa tjetër që do të prodhohet zbokthi. Ka njerëz që për shkak të zbokthit dhe që çojnë atë një problem estetik, sepse është kjo xhaketa apo këmisha apo mbi kokë apo të mbulon ajo si një lloj pluri ose thërmiza, të cilat janë gjithkohon janë këto, kështu i shef ata që kanë zbokth. Dhe ndoshta gabimi që ata bëjnë është që lajnë shpesh kokën. Po patjetër. Është e gabuar kjo apo për shembull ata që kanë kokë ose flok të yndyrshëm i lajnë shpesh? Është e gabuar. Ai mendon se duke e larë kokën shpesh, ka njerëz që thonë ky mund të jetë i palarë, për shembull. Ajo nuk është e vërtetë, nuk është nga moslarja. Ndoshta është nga larja e tepërt, dhe ndoshta ajo shampua mund të jetë një shampo e ashpër, e cila jo vetëm që nuk ma zbut skalpin e kokës dhe fijen e flokut, por e ashpërson atë. Dhe kur kjo ashpërsohet, plus një tharje me atë tharësen e flokëve në temperaturë të lartë, atëherë ne dashur pa dashur i krijojmë terren kësaj lloj kërpudhe që kjo të fillojë ta ashpërsojë dhe ta çajë lëkurën e sipërme dhe këtë shtresë ajo ta nxjerrë në formën e luspave kështu dhe pjesa tjetër do të fillojë organizmi do fillojë të prodhojë qelizat e reja, t'i vendosi ato. Po fillojë ky proces, pra dëmto në mënyrë të vazhdueshme dhe të shpejt, atëherë dashur pa dashur ne e kemi mbushur kokën si me atë dëborën e bardhë. Është gjenetike? Po jo, nuk mund të themi që kjo është gjenetike. Në të dyja këto raste, për shembull, tek këta të rinjt, ndoshta këto çrregullimet hormonale, tek dy fotot që kemi përzgjedhur, si dhe meshkujt ashtu dhe tek femrat. Femrat janë që ndikohen nga ndryshimet hormonale, ndoshta dhe nga stresi. Ne kemi patur te puna edhe njerëz që, shiko, nga ky zbokthi, që është një gjendje inflamatore e lehtë e skalpit, ata kanë arritje dermatitis seboroik dhe pastaj ajo krijohet si pllaka të trasha, të zbardhura, aq e dëmtuar lëkura sa shkull edhe folikula të rrënjtë e flokëve. Se ndoshta është lënë zvaritur, nuk është trajtuar ose është trajtuar të jashtëmi dhe jo së brendshmi. Janë treguar të pakujdesshëm. Tani të kalojmë pak te trajtimi. Zhduket besoj, është diçka që trajtohet zbokthi. Po, kur themi që është një formë e lehtë e inflamacionit, sigurisht që zhduket. Por të mos harrojmë që kjo është përsëri e rikthyeshme. Rikthehet, nëse ne nuk mbajmë këto balancat apo... Po, nëse ne nuk dim t'i ruajmë këto, ajo do të jetë përsëri e rikthyeshme, por jo agresive. Sepse nëse ne ja dim, si thuash, ato pikat e dobëta dhe këta shkaktarët, që ne një pjesë të mirë i përmendem. Po ka edhe të tjerë, për shembull,
mund tjetë edhe nga marrja e medikamenteve të ndryshme që thahet skalpi i kokës, mund tjetë ky ankthi dhe stresi sigurisht që ndikon pa diskutim. Sepse nga ankthi dhe stresi lidhet edhe me çrregullimin e zorëve, siç e thatë florës bakteriale dhe sigurisht pra të mos harrojmë këtë mirë funksionim kështu vertikal të trupit, tru-zor. Kjo është e pa diskutuar. Po u prish kjo balancë, po u çorodit kjo, do kemi pasoja negative në organizëm. Por mund të vëmë re edhe një diçka tjetër. Për shembull, po le të përmendim kur shkojmë te berberi, unë e kam vëre shumë herë. Ndoshta shumë rrallë ndonjëri mund ta dezinfektoj krehrin ose makinën. Edhe kur I them ndonjërit, kur më qeth mua për shemb, po bëje kështu. Po mos ki merak, thotë tjetër pompon ajo, në tjetër vend makina është këtu poshtë, ai bie kështu lart, do të thënë po mos ki merak. Dhe këta nuk çfarë rreziku ka? Transportohet ndonjë kërpudh nga koka në kokë për shembull apo? Po pa diskutim. Nuk flasim më për këtë zbokthin. Që kjo mund të ngjitet, I marrin nga njëri ti çojë te tjetri. Por ne flasim për dermatitin seboroik, ne flasim për këtë pitiriazis për shembull, po ne flasim edhe për infeksione bakteriale më të shtuara, domethënë, nëse njëri e ka pat kokën pjesën mbrapa të mbushur me puçra, të kuqe e kështu, dhe ai nuk e dezinfekton edhe me qelbe kështu, ekziston mundësia që ky t'ia ngjisi një tjetri. Pra, nuk kemi më të ai zbokthi, si thuash që është këtu tek pjesa e skalpit kokës, pas veshëve, këtu te balli, për shembull midis vetullave ose tek mjekra, si pluhur I bardhë. Por tash kjo lëkurë skuqet, mbushen ato me fluska qelbi dhe dashur pa dashur, pastaj krohërat e të tjera patjetër që shkojnë dhe më thellë. Ky është një infeksion bakterial. Kjo nuk quhet më tash I zbokthi, po jemi tek sëmundje të tjera më serioze, që shkakun e kishin për shembull tek ajo makina e qethjes ose te ai kreri I berberit. Po. Le të tregojmë, kemi disa mënyra natyrale që po ka, patjetër që ka. E largojnë zboksin? Atëherë, le të themi kështu. Çfarë do një skalp koke që të jetë I shëndetshëm. Le të fillojmë që nga shampot. Të mos jenë shumë të ashpërsuara dhe do t'ishte shumë mirë që në brendësi të tyre këto të kishin sherebelen, rozmarinën, ndoshta pak rigon në brendësi të tyre, këto shampot që janë kundra mykut e kështu me radhë. Këto janë ndër të parat që janë të vlefshme dhe që japin ndikim pozitiv. Por pas larjes duhet vemi tek ajo tharja për shembull. Të mos ta bëjmë me atë avullin e nxehtë dhe me atë presionin e madh. Po gjithmonë e than skalpin, largon ujin, dehidratizohet lëkura, yndyra është larguar, do pritet kohë që të balancohet kjo, dhe ndoshta I duhen 2 deri në 3 ditë. Atëherë, nëse ne do ta lajmë prapë ditën tjetër, përsëri e thajmë skalpin dhe ashpërsojmë. Në këtë mënyrë I krijojmë terren më shumë kësaj kërpudhës, kësaj majas, që kjo të filloj aktivitetin e saj më të agresivizuar. Pra e prishëm vetë pa e ditur. Tani, për këta që kanë fluktu ndryshëm edhe zbokth në të njëjtën kohë, sa shpesh duhet lahet koka në javë? Mirë është të paktën një herë në 2 ose në 3 ditë. Do t'ishte shumë mirë. Por, mbasi ne do të bëjmë si thuash këtë larjen e kokës. Po. Mesatarisht. Po le të themi, mbasi u bë larja e kokës. Sikur të kemi mundësi ta shplaj me pak uthull molle, kështu një lugë gjelle në një gotë ujë. Pra kemi larë kokën, e tham skalpin dhe e largim këtë skalp me këtë uthullën shumë të holluar. Do të ishte një shërbim që I bëjmë ne skalpit të kokës. Nëse kam pak lëvore shelgu, e cila është e mbushur me ata acidin salicilik, atëre, po ta lajmë neve me pak çaj nga shelgu, dhe sikur thuash, të marrim 1 litër ujë, të nxjerrim 5 minuta, 4-5 minuta, 1 dorë me lëkurë shelgu, nuk do marrim degë të trashat shelgut, po degë 2 vjeçare. Pra, sa gishti ose sa 2 gishtat, shelgu I bardha, I Salix alba, po mund të përdoret edhe ai shelgu I thuprave, veç do hedhi më shumë se përqindjen e acidit
salicilik e ka shumë të ullur. Atere, e marim atë gotën dhe shplajmë skalpin e kokës. Çfarë bën kjo? Heq, si të thuash, pastron zboktin e para, e dyta rregullon pH-in në pjesën e skalpit dhe bën që qelizat e reja të mos prodhohen me shpejtësi. Pra paksohet ai zbokti që do të prodhohet në ditët në vazhdimsi. Plus kësaj, bën një shpërndarje të mirë të yndyrës në skalpin e kokës. Po mese me i gotë çaj shelgu. Më kupton? Shumë thjeshtë. Atere, mundet që të bëjmë pak lagje të skalpit të kokës me një çik vitamin C. E marrim këtë, mund të hedhim për shembull, nëse është e gatshme, 3-4 pika në gjithë skalpin dhe e hapim. Kjo çfarë bën? E strukturon më mirë qelizën dhe forcon muret e saj. Do me thënë, nuk mundet që kjo kërpudha ta çaj lëkurën, flas ashpër, por të më prishi qelizën dhe ta ngreri atë flokun, atë skalpin e të prodhoj zboktin e ri. Është një lloj si barierë, mbrojtëse. Patjetër, siç është për fytyrën në fakt vitamina C. Po, siç është edhe për fytyrën. Atëherë, kalojmë më tutje. Kjo vitamina C që ju keni sjell është goxha e përqendruar, është 25%. Është 25%, që prandaj thash nga kjo e fortë, e mirë, pra 3-4 pika në gjithë skalpin e kokës është e mjaftueshme. Atëherë, do ta shikojmë skalpin e kokës me vëmendje. Nëse kemi vatra që kanë pulla të bardha kështu dhe lëkurë të trashë, si ta shpërsuar, pra po të ketë avancuar kjo smundja e malasezies dhe të ketë vajtur tek ky dermatiti seboroik, atëherë mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim për shembull 1 litër ujë, hedhim 2-3 lugë gjelle, çaj kandimer, çaj për mykun. Po. Në pamundësi të kësaja, rigon trumëz, lëvoren e shelgut, i zjejmë bashkarisht, ose 3 lugë gjelle nga çaj antimikotik dhe 1 dorë me lëvore shelgu. Pra, ky çaj që unë kam tash bëhet më antiseptik edhe për kërpudhat e mykut, pavarësisht se çfarë janë ato, patjetër i atrofizon, i shkatërron dhe i largon nga skalpi i kokës, atëherë e pastroj mirë lëkurën me këtë. Nëse kemi vitaminën C, mund të hedhim prap 3-4 pika dhe mandej mund të kalojmë tek një sprajt antiseptik që është një serum shumë i mirë për flokun. Atëherë, godasim gjithë skalpin e kokës dhe kaq e lëm. Duke e bërë masazh? Pak një masazh të lehtë, si thua, sa të relaksojmë pak qarkullimin e gjakut dhe në këtë mënyrë neve balancojmë, si thua, atë mikroflorën që është në skalpin e kokës dhe krijojmë një terren të përshtatshëm që ato qelizat që prodhoheshin me shpejtësi të ulin shpejtësinë e prodhimit të tyre. Ky sprite mund të përdoret çdo ditë, doktor, duke qenë se lexova që kishte pa aromë. Po pikërisht, pra, nëse për ta ushqyer flokun të jetën kohë. Nëse kemi të vështirë që të gjejmë lëkurën e shelgut e kështu. Ekstraktin e teje kemi këtu. Nëse kemi të vështirë që të përdorim edhe pak çaj me rozmarin ose me sherebele kështu me radhë. Atëherë ekstraktet e tyre i kemi këtu. Nuk është se do të krijojë ndonjë aromë të rëndë, ajo thahet floku, skalpi mban ato mikroelementet dhe, si thua, mbetet vetëm ajo barriera mbrojtëse pa asnjë aromë, pa ndryshuar fare as ngjyrën e flokëve. Paralelisht me këto që ju po thoni, patjetër që duhet të luftojmë dhe së brendshmi nëse kemi këto çrregullimet. A duhet të bëjnë disa teste, disa analiza, ata që luftojnë vazhdimisht me këtë pjesë estetike, po, e qartë, po. Por që nuk po i jep rezultat. Paralelisht duhet bëjnë disa analiza për ta luftuar së brendshmi. Atëherë, cilat mund të jenë analizat më së shumti, për shembull? Nëse janë të rinj dhe kanë për shembull një yndyrë të shtuar ose një tharje, mirë është të bëjnë këtë testosteronin me derivatet e tij. Për disbalancën. Po. Nëse është femër, përsëri mund të bëjë këto analizat hormonale femërore. Nëse është me diabet, ai e di vetë atë pikën e dobët të trupit dhe e bën atë kontrollin. Njëkohësisht, nëse është me hipertiroidizëm, për shembull, ajo e di në çfarë vlerash është, çfarë nivelesh,
dhe duhet të rendi drejt një çaj, për shembull, plus medikamenti që ajo merr, po e quhem, ajo është mirë që të marri. Kur e ka TSH-in me 0 presje, 0, po ta quajmë 0,5, unë e quajta, domethënë 5 të mitat, pra gati 800 herë më shumë se norma, kjo çfarë mund të bëj? Mund të përdorim një çaj me likops. Është i mrekullueshëm në këto raste likopsi. E dyta, mund të marrim këto farat e avokados, i qërojmë atë si cipën e hollë, ka i cipë, e pastrojmë atë, të grim në rende 2 fara, edhe i pjekim në furrën e sobës, 100 gradë. Sa ajo të marrë atë ngjyrën kafe të lehtë kështu, dhe nga kjo mund të konsumojmë përsëri një lugë çaji në ditë. Plus edhe medikamenti, kryesisht unimazoli që marrin këta, mendoj që ndihmohet, përshpejtohet, si thua, largohet më së tepërmi jodi i tepërt në gjak, dhe kjo i afrohet asaj vlerës, le ta quajmë 0 presje 2, 0 presje 3. Hymë në normë, si thua. Po, hymë në normë dhe lëkura do të filloj pa diskutim të mos rrimë e thatë dhe ashpërsuar, por do të bëj atë balancimin e saj, si thuash, ujë dhe yndyrë në sipërfaqen e skalpit. Dhe mos harrojmë, sepse ka njerëz që e duan atë ujin e nxehtë kur lajnë kokën. Personat që vojnë nga yndyra edhe nga zboksi, më duket se në këto raste ata bëjnë gabim. Bëjnë gabim. Po patjetër. Uji duhet të vakët në balancë? Uji afërsisht 36, 38 është i mjaftueshëm. Uji ngrohtë. E nxehta nuk diskutohet që e shkatron këtë florë bakteriale dhe e largon, e heq me shpejtësi. Plus do bëhet ajo tharja, dashur pa dashur, ne kemi shkuar tek dehidratimi i lëkurës. Në fakt nuk është i shëndetshëm dhe për ata që s'kanë në zboksi, jo më për ata që vuajnë nga zboksi. Tjetër trajtim para s'kalojmë në publicitet? Atëhere le të themi edhe këtë gjë. Në qoftë se neve kemi për shembull rrënjë hithre dhe lvore shelgu, mund t'i bëjmë të dyja së bashku, sepse dashur pa dashur, dermatiti seboroik ose kjo e zbokthit e dobësojnë folikulën mu në rrënjën e saj. Atëhere, nëse ne do t'i marrim këto dhe t'i përdorim, ne në këtë mënyrë forcojmë edhe folikulën, plus që largojmë edhe zbokthin shumë më lehtë. Mund të përdoret molla e egër e kombinuar me lëkurën e shelgut. Pra të dyja acidet, edhe salicilike, edhe malike, edhe tartrik për shembull, na bëjnë një largim të yndyrës së tepërt dhe paksojnë, si thua, atë terrenin ushqyes të asaj kërpudhës malasezia. Po ithra funksionon, doktor? Kemi dëgjuar që shplarja me ithër, me lëngu, me do të më bëj forcimin e rrënjës së flokut, të folikulës. Në shumë raste që ne kemi parë, për shembull, skalp koke me dermatoskop, në rrënjën e flokut, pra këto si kërpudha, futen dhe e dobësojnë strukturën e saj dhe gati e shkullin atë folikulën edhe fija e flokut fillon të zbardhet, hollohet dhe bie. Kështu që hithra do të na bëjë të kundërtën. Forcon rrënjën edhe fijen, tubin e flokut. Pra një shpëlarje në pas larjes. Okej, besoj se treguam mjaftueshëm, por mbi të gjitha që duhet parë më thellë për zboksin, jo vetëm si ai problemi, siç e tham, te xhaketa tek sipërfaqja e flokëve, por më thellë në problemet hormonale, disbalancat e tjera. Rikthehemi pas publicitetit me një tjetër diskutim për çajin e hibiskusit. Kishte shumë studime që e nxjerrin si një antioksidues të jashtëzakonshëm, të fortë. Tani këto krahasime ndoshta nuk është vendi se duhen studime të thelluara për më të para. Jo me çajin e jeshil krahasoheshe më i fuqishëm akoma, kështu që një arsye më shumë për ta përdorur dhe se çfarë ndikimi ka pastaj dhe benefitet përfituese pra të organizmit, i zbulojmë më vonë. Pse çaji i hibiskut është një nga çajrat më të mrekullueshëm, më të fortë me antioksidues në botë, dhe këtë e tregojnë dhe shumë studime, duke i kaluar dhe shumë radh para dhe çajrave të tjerë. Po. Ka ndonjë arsye çfarë e bën këtë kaq të fuqishëm si çaj dhe pse duhet ta përdorim, çfarë sjell? Nëse do ta shikojmë në kompleksitet, petalet e kuqe të hibiskusit, pra këto që ndodhen pas shpinës time, janë plot e përplot me antioksidant,
me acide organike, këto janë ngrënë vlerat më shumë, prania e acideve organike në të, prania e flavonoidve, të cilat bëjnë të mundur që të relaksojnë arteriet dhe venat, të përmirësojnë shumë mirë qarkullimin e gjakut. Plus kësaj është i pasur me vitamina, në veçanti vitamina C, të cilat kryejnë më së miri relaksimin dhe çlirimin e atyre ngërçeve ose të atyre spazmave që mund të pësojnë këto arteriet dhe venat, qoftë nga ndonjë stres nervor ose nga ndonjë mos funksionimi mirë i veshkave. Pra, e pasur me këto flavonoidet, e pasur me këto antocianidina që i japin atë pigmentin e ngjyrës së kuqe, kjo ka vetin që të nxiti në mënyrë të mrekullueshme gjithë sistemin urinar dhe të bëj largimin e ujit dhe të kriprave të tepërta nga organizmi. Nga mbajtja e ujit të tepërt, për shembull. Po, patjetër. Kështu që edhe në mjeksi njerëzit që duan të ulin për shembull tensionin e lartë, kështu, shkarkues marrin të parin. Kjo është një shkarkues. Këtë funksion e kryen më së miri. Pra, nëse një person ka një temperaturë normale, për shembull, ka një gjendje anksioze të qetë, nuk është me diçka nervoze, por ka si thua tensionin, le të themi, që i ka shkuar 200, 210, me le të themi 140, 150 pra ky diastoliku, atëherë unë do t'i këshilloja e para njëherë shpejt këmbët në ujë të nxehtë, e dyta një gotë çaj me hibiskus. Nëse na mungon hibiskusi, atëherë duhet të përdorim atë hudrën dhe limonin në mënyrë të vazhdueshme. Pra, 2-3 thelpinj hudra, rrim pak, mund të konsumojmë edhe një tjetër, përdorim një limon të shtrydhur, po do t'ishte e mrekullueshme që njerëzit ta kenë atë hibiskusi në shtëpi dhe ta përdorin. Pra ata që vuajnë nga tensioni i ulët, doktor, duhet kenë kujdes, besoj se i ul më shumë, meqense ai që ka tensionin e ulët nuk duhet ta përdori hibiskusin, por mirë është të përdori për shembull pak dhall me krip, pak ujë me krip, pak krip poshtë gjuhës nëse është emergjente e menjëhershme. Pra nëse ai po mbulohet me dirës të ftohta dhe sikur po fiket kështu, kripa poshtë gjuhës menjëherë ky natrium e aktivizon, thuhet, si thua, e rrit çik tonin e punës së zemrës. Po, për ata që kanë tension normal, por duan ta përdorin hibiskun për vlerat e tjera antioksiduese, largimin e lëngjeve, qarkullimin e gjakut, më mirë e të tjera. Nëse e përdorin shpesh rrezikojnë që të kalojnë në një tension të ulët? Jo, nuk duhet ta përdorim gjatë, pasi ky së bashku me këtë çajin e gjelbër mundet që të na ndikojnë në hollimin e mureve të zemrës. Pra, ai që ka mure të trashura mund të bëj kombinimin çaj gjelbër plus hibiskus. Dhe do të vëmë re që muret e zemrës fillojnë të ulin atë trashjen e tyre dhe muskulatura fillon që t'jetë aktive, t'jetë e shëndetshme. Pra, përdorimi këtyre të dy çajrave, çaj gjelbër dhe hibiskus, dhe ecjan malore, këtyre kësaj kategorie njerëzish ju bëhet mrekullisht mirë me përdorimin e çajit të hibiskusit dhe të çajit të gjelbër. Nëse do t'i krahasoni të dy, doktor, çajin e shirë dhe çajin e hibiskut, këtë do vendosin t'ju në vend të parë? Nuk diskutohet, është absolutisht shumë më përpara, më lart hibiskusi. Mund të themi më lartë edhe se trëndafili i egër për praninë e vitaminës C. Mund të themi edhe më i mirë se bari i bletës në drejtim të qetësimit të sistemit nervor, se bari i bletës qetëson sistemin nervor, ndërsa hibiskusi na ndihmon në largimin e radikaleve të lira në organizëm, pra është si një antioksidues i fuqishëm dhe këtë e bën ai pigmenti i kuq, ato antocianidinat që unë i përmenda dhe flavonoidet në brendësi të tyre. Po. Nëse do ta kombinonim për të arritur akoma më tepër fuqinë antioksiduese, do ishte mirë për shembull me frutat e pyllit ose me këto ose do ta shoqëroj me frutat e pyllit dhe fuqia e këtij rritet, shumë fishohet, ose me murrizin për pastrimin e enëve të qarkullimit të gjakut në epikarpin e zemrës. Pra edhe lulja e murrizit, kjo Crataegus monogynia, është e mrekullueshme
për të harmonizuar dhe shoqëruar me hibiskusin. Ne gjejmë kryesisht në gjendje të thatë nëpër aty ku tregtohet, por që sezoni kur e ka? Unë të drejtën e bolla në lushnjë të ferma aty, më shumë u bë ky me ngjyrën Leila, dhe më pak, ky e kishte më të vështirë, ndoshta unë ja vendosa fajin, le të themi, lagështirës ajrore, që ka fusha e lushnjës në mëngjes. Kjo filloi që të ma kapte atë drurin nga jashtë, një kërpudh, mykotike ishte ajo, e cila bima jetoi shumë shkurt, diku 3-4 vite. Ndërsa petalet që bënte ishin të mrekullueshme. Mendoj që në vendin ton, po të bëhet njerë, se për ta thare zgjidhim. Është e vështirë të bëhet në terrenet që kemi në pozitën ku jemi? Si thua, kjo është një bim e gjerësisë gjeografike, jo 19-22 që jemi neve, gjerësi gjeografike veriore, por është më poshtë, mund të themi 16 deri në 18. Ndryshe, ne duhet ta mbajmë në sera. Ajo bëhet edhe kështu se është gjetherënse, por nuk do atë lagështinë dhe atë dimrin e acartë ose ato errat e ftohta. Ndryshe nuk mund të mbajë edhe ngjyrën edhe të gjitha ato elementet që u përmendët. Ngjyrën kjo e krijon sepse thash që kjo çel si trëndafilat, është një lloj trëndafili. Okej. Është një lloj trëndafili. Gjetherëns i bien gjethet në vjesht, çel në pranverë, duron dhe temperaturat e ftohta, por nuk do lagështirën. Dhe këto temperaturat e ftohta mund t'i durojnë ndoshta deri në -5 gradë, jo më tepër. E kuptova. Mirë, më duhet ta mbyllim tani. Për të dyja tema do të kemi sigurisht vendin ton në kanalin ton në YouTube, në Rrezë e Diellit, të hënën e ardhshme vi me doktor Yllin në Bima dhe Shëndeti me një tjetër temë. Faleminderit. Javë të mbarë, doktor. Ju përshëndes nga Rrezja jon, shihemi nesër. Vazhdim të këndshëm.